Çfarë ndodhi me shumicën muslimane të Spanjës dhe Portugalisë? Për disa shekuj, territori i Spanjës dhe Portugalisë qeverisej nga shtete muslimane. Gjatë asaj periudhe, Islami përjetoi një periudhë lullëzimi të madh në këtë zonë, por më pas, muslimanët pothuajse u zhdukën krejt nga gadishulli iberik. Atëherë, çfarë i ndodhi asaj shumice muslimane që jetonte në Spanjë dhe Portugali? Historia e Al-Andalusit pati ndryshime të mëdha nga shekulli i 5 deri në fund të shekullit të 15. Një pas një, pushtimet e krishtera i shtyn gradualisht sundimtarët musliman drejt jugut. Në fund të shekullit të 15, edhe bastioni i fundit musliman, Granada, ra në duart e mbretërve katolik. Në vitin 1492, muslimanët që mbetën në territoret e reja të pushtuara nga të krishterët, të quajtur Morisk, Moriscos, u përballën me presion gjithnjë më të fortë, ose të konvertoheshin në krishtërim, ose të largoheshin. Shumë u pagzuan, por jo rrallë vazhduan ta praktikonin islamin në fshehtësi. Më 1609, mbreti Filipi III nxori urdhrin zyrtar për dëbimin e muslimanëve.